270 nxënës të shkollës Barbolloj e Re në rrethin e Lezhës kanë pezulluar mësimin dhe kanë protestuar me parudha në dorë, të cilën shkruaj: "Kërkojmë pastruese pasi nuk e pastrojmë vetë shkollën." Prej 5 vitesh pastrimi në këtë shkollë është bërë nga vetë nxënësit, gjë të cilën ata nuk pranojnë ta bëjnë më. I kemi dërgu një ftesë drejtorisë arsimore për një takim që kemi bë, nuk kemi marrë përgjigjen. Ato na kanë thënë që ne nuk kemi fond që të bëjmë pastruese, edhe ne nuk po ju kërkojmë për të ngrënë, po ju kërkojmë një pastruese që ka 5 vjet që është hap shkolla dhe ky është problem i vazhdueshëm. Prindërit e këtyre fëmijëve janë të revoltuar për këtë fakt dhe janë të vendosur të mos i dërgojnë më fëmijët në shkollë deri në momentin që kushtet higjieno-sanitare të kësaj shkolle të jenë sipas standardeve. Teshti kanë pru pastruese, e kena pagu si komunitet, kemi dhënë nga 5.000 lekë muajt për pastruesen. Prapi pastrojshin kalamajt shkollën. Ne do vijmë të majmë fëmijën në shtëpi dhe derisa të caktojnë pastruesen. Pastruesa nuk bien fëmijën unë që kam fëmijën në klasë parë, vjen dhe të shkret dhe të vjen fëmija komplet lësh se do pastrojë vërtet. Unë marr kalamajt e mi dhe çdo prind marrim kalamajt dhe shkojmë në shtëpi. Deri kur bëhet një zgjidhje. Edhe kreu i komunës së Kolçit, Ferdinand Ndoja, është i shqetësuar për këtë fakt dhe deklaron se deri më tani nuk ka marrë asnjë përgjigje nga drejtoria arsimore. Ka disa kohë që nuk ka pastruese. Shkolla pastrohet nga nxënësit duke ndihmuar edhe mësuesit. Siç e shihni, jo që është e papastruar, por pastrohet nga nxënësit, nuk është e drejtë. Ndërsa nga qeveria shqiptare turmentohet me forcë se çdo ditë në shkollat tona po investohen shuma të mëdha dhe ato janë sipas standardeve europiane. Ndërkohë ka ende shkolla ku nxënësit kthehen në pastrues pas orës së mësimit.